Jam në radhim në këtë udhëtish të mrekullueshme. Kam ardhur sot të takoj me Meet the Founder, ata që drejtojnë këtë hotel. Gati për të marrë disa sekrete të si bëhet suksesi në Vlorë. E quaj Blerina, po unë do ta thras Bela. E kam takuar edhe një herë tjetër Belën dhe e di që është pa që bukur sa vetë deti jon këtu. Bela, mirë se të gjeta. Shëndetje. Jam kurioze të di çfarë ka ndodhur me evolucionin nga Platinum tek Mazarin. Kanë kaluar 20 vite që nga 2007. Po. Si jeni përsosur juve dhe cilat janë ato standardet që keni vendosur, gabimet që nuk duhen bërë në këtë fushë që i keni mësuar edhe nga sugjerimet e klientëve? Ne mësuam nga restoranti se si t'i qasemi klientit, mësuam të njohim atë nga afër në mënyrë praktike. Mësuam se standardi është diçka që nuk vendoset një herë dhe përfundon aty, por është një proces i përditshëm. Conosco un paradiso meraviglioso. Kjo është gjithë lezeti, i gjithë ardhjes sot tani është të shijosh një pjatë buz detit me një gotë verë të bardhë dhe me aragostën e detit tonë. Per amplificare l'amore. Sa e bukur kjo pasta, o zot sa e bukur Bela. Blerina Dervisha është në zëvendës dekane e Fakultetit Ekonomisë në Vlorë. Po. Në botë dhe të ngjashme dhe të ndryshme? Alteta janë dy botë të ngjashme, sepse është e njëjta fushë, fusha e ekonomisë, dhe unë mendoj që ato çka e studiojmë akademikisht dhe teorikisht, unë përpiqem të praktikoj. Hotel më shumë për çifte apo për familjar? Targeti kryesor janë çifte. Cili ka qenë vizioni estetik? Domethënë çfarë keni dashur juve që të përjetoj klienti nga pikpamja estetike dhe sensoriale kur vjen këtu? Kemi dashur që ky ambient mos ta konkurroj natyrën, por thjesht ta plotësoj atë. Është një formulë suksesi një butik hotel apo është një sfidë e madhe financiare në fund? Një klient i tillë që zgjedh një butik hotel arrin të provoj privatësinë, qetësinë, nuk pret, nuk nxiton, nuk është i rrethuar me zhurma përreth, ka vëmendjen dhe përkujdesjen e duhur. Pra nuk është thjesht një numër më shumë. Sunset don't lie. Golden light on your skin, yeah, saying too much, you don't talk. Në Bregdetin e mrekullueshëm shqiptar nga veriu në jug po bëhen investime hotele, rezorte, restorante shumë të bukura. Po ka dhe disa njerëz të cilët në fakt hotelet nuk i kanë ndërtuar thjesht për treguar që po ndërtojnë një hotel apo e trajtojnë biznesin si biznes. Ka diçka më tepër këtu ku kam daluar sot. Jam në radhim në këtë udhëtish të mrekullueshme, në fakt është një kodër e mbushur me ullinj dhe me agrume, ku disa njerëz kanë respektuar rrënjët, origjinën, dhe këtë tokën që dikur e kanë patur tokën e të parëve të tyre, e bën restorante, nga restorante transformuan me shumë mund dhe me shumë punë në një hotel shumë të bukur këtu direkte mbi detin e mrekullueshëm jon në këtë kodër të radhimës ku të gjithë donim të kishim një copës vend për të çlodhur dhe për të marrë një tjetër ajër. Të kesh një shtëpi këtu, po dhe të kesh një dhomë me pamje nga deti, të kesh sidomos një hotel që është si një shtëpi e madhe ku të zotët banojnë, është vërtet një privilegj shumë i madh. Duket privilegj për ne që vim këtu dhe e duam Vlorën, se na lodh metropoli edhe duam që të kemi diell edhe det gjithë vitin. Është privilegj për ta sepse këtë pamje kanë çdo ditë edhe e thithin këtë ajër, por në fakt është shumë mundë dhe shumë lodhje. Për këtë arsye kam ardhur sot të takoj me Meet the Founder, ata që drejtojnë këtë hotel, të cilët nga toka e gjyshërve vetëm me ullinj ndërtuan një restorant e pastaj gur e gur bën mur e nga mure u bë ky hotel me pak dhoma. Me pak dhoma dhe prandaj quhet një butik hotel dhe unë gjithmonë kam patur ndjesinë kudo ku kam udhëtuar që butik hotelet që kanë pak dhoma kanë një cilësi më të mirë shërbimi. Edhe janë më të fokusuar drejt ekselencës. Sasia në këtë rast nuk është filozofia e suksesit, por cilësia është ajo. Do t'i takoj pas pak, e jani me mua, tani po ndaloj të pi një kafe dhe gati për të marrë disa sekrete të si bëhet suksesi në Vlorë. E quaj Blerina, po unë do ta thras Bela. E kam takuar edhe një herë tjetër Belën dhe e di që është pa që bukur sa vetë deti jon këtu. Bela, mirë se të gjeta. Shëndetje. Si jep? Si Alketa. Sa qefi mas që erdhe në Vlorën, kur ke destinacion në Vlorën? Jo, nuk u lodhëm. Ty vetë kemi vlonjate? Jo. Nuk e labe. Unë jam me origjinë nga Tepelena Labe, por nga Tepelena. Nga Labe, Tepelena si janë më lab se sa vlonjat. E shikoja
kur po vija këtë kodrën këtu dhe thash çfarë mrekullie të kesh një copës kodër në jetën tënde çdo ditë. Se ju dhe jetoni këtu në hotel apo jo? Po. Dgjoj, si është jetosh dhe të punosh në hotel? Është qef apo bëhet monotone ndonjëherë? Unë jam tërhequr në mënyrë të qëllimshme nga jeta në qytetit për t'u vendosur këtu. Është paqja që të ofron ky vend është e paçmuar. Nuk krahasohet me asgjë. Dhe të jetosh dhe të punosh në të njëjtin vend, pastaj është diçka akoma më tepër, nuk është thjesht jetesë, sepse ti bëhesh pjesë e çdo detaji, e çdo situate dhe edhe klienti kur vjen nuk është më thjesht një rezervim, por është një mysafir i cili hyn në hapësirën tënde familjare dhe kjo çon një përkujdesje goxha më reale. Kur bëhet një investim, thuhet që sa më shumë tavolinat ketë një restorant, sa më shumë dhoma, aq më mirë xhiro biznesit në fund. Juve keni zgjedhur të mos konkuroni dhe të mos bëni biznes me sasinë, me metrat katror. Edhe thatë që në këtë tokë nuk do ngrem një 20 katësh, po do kemi një hotel të vogël me 42 dhoma. 42 dhoma, pra një butik hotel. Po, investojmë në një strukturë të tillë, butik, pikërisht për këtë arsye, për të ruajtur atë ndjesinë e privatësisë, të vëmendjes ndaj klientit në të njëjtën kohë. Edhe privatësi, edhe vëmendje. Duket sikur bien ndesh këto dy elementë me njëra tjetrën, por në fakt, nëse gjen pikën e duhur të mesme, mendoj që funksionon shumë mirë. Nga cili qytet i Shqipërisë keni më shumë turistë këtu? Realisht, tipologjia e klientelës tonë është e huaj. 98% e klientelës tonë është e huaj. Nga cili vend i botës vin më shumë? Europa patjetër, Holland, Gjermani, Belgjik, Francë, Angli, Zvicër, këto janë shtete dominuese, por ne na vjen nga kontinente shumë të largëta, nga Australia, Amerika, Azia, ka një interes me të vërtet në rritje për Shqipërinë. Sa bukur. Vim në Mazarin restorant. Kënaqen me ushqimin tonë të huajt? Po, patjetër. Fakti kemi vetëm diell dhe det, këtu kemi dhe ushqim shumë të mirë. Po pra, ne jemi në një vend ku jemi të bekuar nga natyra, detin afër, malin afër, kështu që edhe baza ushqimore që rrjedh prej tyre është shumë e mirë dhe kombinuar kjo me aftësitë kulinare të mira, patjetër që do lëj një shihet mirë në fund. Dgjoj, ku ka vende më në botë, ri dhe mendoj ndonjëherë ku ushqimi është i mirë, lënda e parë është e mirë, vaj ullirit i freskët, peshku i freskët, perimet e freskëta. Sapo më the më parë që neve i mbledhim ullinjt vetë dhe lokalisht prodhohet vaju i ullirit. Ja këto produkte të kilometrit zero për cilat unë kam dobësinë, çdo vend botës ku shkoj ku ka ferm dhe ku ka produkt që vjen aty nga toka afër, shija në pjatë finale është gjithmonë shumë e mirë. Juve si funksiononi me lëndën e parë? E respektoni pak të traditën lokale të vendit? Po, patjetër ne përdorim vajin e ullirit ekstra të virgjër, ullinjt janë tanët të zonës, i mbledhim dhe pastaj i prodhojmë vajin e ullirit në fabrik. Po patjetër dhe mjaltin e zonës, kështu që ne është mëkat mos i përdorësh këto produkte kur i kemi tonat këtu në vend. Jam kurioze të di çfarë ka ndodhur me evolucionin nga Platinum tek Mazarin. Kanë kaluar 20 vite që nga 2007. Po. Si jeni përsosur juve dhe cilat janë ato standardet që keni vendosur, gabimet që nuk duhen bërë në këtë fushë që i keni mësuar edhe nga sugjerimet e klientëve? Atëherë ne kemi bashkëpunuar në atë kohë me një nga shefat më të mirë të kuzhinës në rajonin e Ballkanit dhe kemi mësuar shumë prej tij. Jo vetëm lidhur me menaxhimin e kuzhinës, por në tërësi me menaxhimin e një aktiviteti që ka të bëjë me klient. Ne mësuam nga restoranti se si t'i qasemi klientit, mësuam të njohim atë nga afër në mënyrë praktike, mësuam se standardi është diçka që nuk vendoset një herë dhe përfundon aty, por është një proces i përditshëm. Dhe klienti është mjaftuar shumë i zgjuar, ta marrë shumë shpejt sinjalin dhe të kuptojë nëse diçka ka ndryshuar aq më tepër nëse ai vjen tek ju me një pritshmëri të krijuar. Cilat janë gabimet që s'duhen bërë në këtë fushë? Pikërisht kjo. Të mendosh se ke arritur standardin dhe pastaj të çedosh. Po nëse do e bëni pak më praktike, për shembull sigurimi i lëndës parë që duhet të hyr asnjëherë dorë nga produkti freskët, duhet bërë kompromis që duke zgjedhur një produkt kongelato të ngrirë, ti japësh një pjatë ku marzhën e fitimit e ke më të lartë turistit. Ty të pëlqen që turistit kthehen disa herë apo jo? Ta ketë një vend pushimi të mirë Shqipërinë dhe Vlorën tonë të bukur. Ne jetojmë këtu dhe konsiderojmë shtëpinë tonë. Nuk duam të abuzojmë me asnjë aspekt të eksperiencës që ai përjeton këtu. Dhe patjetër që mundësirat në treg për të blerë produkte ushqimore janë të kostove të ndryshme, por ne preferojmë të ruajmë cilësinë. Dhe në funksion të ruajtjes së cilësisë së standardit, patjetër edhe koha është shumë e rëndësishme. Koha është flori,
Kështu që askush nuk dëshiron të vinë në një restorant dhe të presi për të marrë shërbimin. Patjetër që ne kemi marrë masat që të jemi në dispozicion të klientit dhe për të ofruar jo vetëm shërbim të shpejt, por edhe profesional. Çfarë na thon turistët e huaj kur vinë? Me shumë humor thonë, u përpoqëm të gjenim diçka ku mund të thoshim Një vrejtje? Po se gjetëm por dot. nuk gjetëm asgjë. Pastërtia është on top. Edhe i shoh tani gjithë stafin me uniforma të pastër, të rregullt, ka lezet. Po, patjetër është. Notën 10 Mazarini. Faleminderit. Conosco un paradiso meraviglioso. Erdha këtu tek zona e tiganëve të nxjerreve dhe spagetit me scampi. E dua me scampi. Do ma bësh ose një risotto me krema di scampi, do më pëlqente shumë. Qëra aragostat tona që i kemi po thuj se çdo ditë në restorantin ton, nuk mungojnë asnjëherë peshkun e ditës. Pastaj kemi edhe ostriket e fresa, si gjithmonë, Këto janë ostrike lokale, ë? Po. Janë të vendit ton këto. që të vendit ton, të karaburunit. Super. Regno della pasta, della pizza, del gelato. Una terra profumata dove la vita è così bella. O, sa bukur deti, sa Dritarit ua bukur. kemi hapur duke qenë të vëmendshëm ndaj detajeve të Qalketas klientit. do perdes, do Alketa, dritaret të ua kemi mbyllura. sjell detin këtu brenda në dhomë sot. Sa bukur, shumë këndshëm. E di për çfarë më bëhet qefi që më në fund shoh një hotel që e ka krevatin në Shqipëri përballë detit, se gjithmonë krevatet janë kështu. Për bri. Edhe ti duhet të zgjohesh në këtë mënyrë dhe ta shikosh në profil detin. Ka Alketa, lezet. sot që ti do flesh këtu, ti je e bindur, do flesh me zhurmën e dallëve të detit dhe me ato do zgjohesh në mëngjes. Ku ka se muzika detit? Është terapi. Echoes in the dark, your memory still stays. Even though you're gone, I'm lost in yesterday. Cili ka qenë vizioni estetik? Domethënë çfarë keni dashur juve që të përjetoj klienti nga pikpamja estetike dhe sensoriale kur vjen këtu? Nuk na kanë pëlqyer gjërat e egzageruara apo artificiale. Kemi dashur të krijojmë një stil të thjeshtë, të pastër, ku çdo element në fakt nuk është i rastësishëm aty ose i paqëllimt, por ka një arsye dhe një funksionalitet të caktuar. Por kemi dashur, meqense ne jemi në një vend të rrethuar nga një natyrë kaq e bukur, kemi dashur që ky ambient mos ta konkurrojë natyrën, por thjesht ta plotësojë atë. In the dark, you haunt my every move. I try to find the light, but it's you I can't remove. Echoes in the dark, your memory still. Në lidhje me sigurinë e kemi shumë të mirë reputacionin në Shqipëri, ë, për turistët. Po. Kemi dhe molin e Po, forcave Delta Po, aty. këtu kemi Forca Delta, këtu është moli, këtu vendosen skafet e policisë, kështu që e kemi krejt afër. Sa mirë do ishte të kishim skafe turistike atje, do ishte një shërbim shumë i mirë për turistët e Shumë huaj. afër do edhe moli, sepse tani është duke investuar tek Marina Aurikun. E Kështu që aty kemi kemi afër fare, portin në e fakt. jahteve atje. Ky lokacion Alketa për mua është një pikë strategjike dhe njerëzit e kanë kuptuar këtë sa më shumë që koha kalon. Është një, mund të themi, është një pikë e barës larguar midis qytetit, midis malit, Llogaras, parkut kombëtar të Llogaras, midis Dërmiut. Kemi shumë afër Karaburunin, Sazanin. Kështu që për mua është fantastik. Alketa, ky është një nga tualetet e dhomave tona. Sa bukur që kanë. Po, e veçanta e kësaj është që këtu ka pamje klienti edhe nga vaska, ka pamjen e bukur nga deti, edhe nga dushi ka pamje nga deti dhe gjithashtu të gjelbërimi. Romantike shumë, shumë Po, bukur. është shumë qetësuese, duke bërë dush të mund të shohësh atë pamje aq të bukur. Dhe Alketa si gjithmonë do hapte dritaren që deti t'i futej në vask dhe në dush. Marrë sherzet e diellit, kesh dhe detin këtu, ë? Po. Të kam shumë Nuk zili të tani. thash kot. Të se kam zili. Nuk të thash kot që kam ikur nga qyteti. Shiko, unë do vi të transferohem ca kohë të jetoj këtu me ty. Se pas ke bën të plot këtu gjithë kjo terrasë e madhe, po që nga shumë e bukur kjo terrasa edhe për evente dhe për festa. Po, është e vërtet. Të sipërfaqe kemi përdorur edhe për raste propozime martesash. Po kjo këtu një herë, më falni pak. Tani Alketa do e bësh një masazh sot? Jam gati. Okej. Vetëm masazhin Sa nuk po i të them kur jo. përfundojmë, e kemi gati. Nuk i them kur jo masazhit zemra ime asnjëherë, po edhe rrezeve të diellit. Është koha për të punuar. Ka një kohë për të punuar, ka një kohë për të pushuar. Po s'punove nuk shijon relaksi, do të punosh të lodhesh që të shijon masazhi apo jo. Është e vërtet. Plazhi është aty? Po.
plazhi E ka dhe plazhin hoteli për bukuri? E ka po, shumë privat, shumë të bukur atje sa bukur? ka plazh për 80 çadra, sipërfaqe plazhi për 80 çadra ose 160 shtretër. Kur kam qenë në Island këtë vit, kam parë saunën më spektakolare mbi det. Kjo është e dyta saunë që shikoj me pamje mbi det. Ua! Më bëhet shumë qefi që Shumë kjo është e bukur. para për Shqipërinë. Jemi të fokusuar te cilësia dhe te eksperienca e bukur këtu. Sepse nëse neve do mendonim thjesht për pjesën monetare, ne këtu shumë mirë mund të kishim nxjerr disa dhoma shumë fitimprurse. Sepse për vetë vendin ku pozicionohen në katin e fundit, do të ishim me të vërtetë me çmime të majme. Por ne kemi preferuar që të ofrojmë këtë eksperiencë. E di çfarë më pëlqen tjetër? Çfarë më pëlqen tjetër që kjo sauna në verë të fton më pak se në dimër. Kjo ma bën të dashur mazarinën dhe vlorën edhe në dimër. Po. Se këtu duan njerëzit, ke një restorant, pi një gotë verë, të marrin pak rreze, se këtu për fatin e madh kemi diell gjithë vitin. Dhe të vish të bësh një spa të mirë, një masazh këtë saunën në nxehtë, edhe kthesh në Tiranë me energji. Jo vetëm në Tiranë. Por është diçka për të theksuar që kjo spa nuk bëhet share dhe nuk ndahet me të tjerë. Kështu që është private. Kështu që klienti që rezervon nuk ndan as ambientin dhe as kohën dhe as përvojën e tij me askënd tjetër. Kështu që është një relaks i vërtet. Kjo është doma kripës? Po, kjo është doma e kripës. Kjo është shumë e shëndetshme. Po, fantastike. Shumë dhe është me rënien e errësirës, pavarësisht se ne edhe tani mund ta bëjmë errësirë, por ne preferojmë që tërë kohën perdet i mbajmë lart. Dhe sidomos me rënien e muzgut dhe me perëndimin e diellit, këtu kjo dhomë ka një energji tjetër. Sepse dielli i cili fshihet pas karaburunit, fshihet ngadalë, ndryshon ngjyrat dhe ti nxiton për ta parë, se ndoshta edhe të ikën. Kjo është doma e hamamit dhe me dushin finlandez. Ja një dhomë masazhi këtu, më ndjekë masazhi, është shkruar që sot duhet bëj një masazh patjetër. Janë të dyja opsionet Alketa, edhe brenda në ambient të brendshëm dhe në ambient të jashtë, edhe buzdetit na ofrojnë masazhin. Ashtu, ha? E zgjedhin? Po, kemi që po. Po, e kemi patjetër, sidomos gjatë sezonit, e kemi krijuar hapësirën e posaçme për të bërë. Dhe kjo është jacuzzi. Çift që vjen kështu për një romantic escape, këtu për një radisë romantike, i paska të gjitha shërbimet. Po, ata janë kryesorët që e prenotojnë. Një copës det futet kudo këtu. Aty tek pasqyra, tek sauna, tek masazhi, shumë vërtet. Edhe atje ku ti nuk e pret Alketa, je thjesht duke ecur pasur qëllim ta shikosh detin, ai të reflektohet përballë në një xham, në një dritar, në një pasqyrë. Shumë bukur, ky është detaj veçantë shumë. Po. Leo më tha që këtu përdorin vetëm vaj ulliri Alketa. Po, sallata për sosa. E vërtet. Wow. E madhe aragosta sot, ë? Jepi Leo. Sa madhe? Më tha mua si do ikësh ti ta pa ngrënë pas time me aragosta ta lihet kjo ka? Që me kolliet. Të ikni ju. Nuk e mas neve pa ngrënë. Kjo është gjithë lezeti, i gjithë ardhjes të tani është të shijosh një pjatë buz detit me një gotë vere të bardhë dhe me aragostën e detit tonë. Tu peshkohet kjo, a? Po, kjo është aragosta e detit tonë. Qa është, vere bardhë? Po. Që arome mirë. Nuk japi flas se jetë ata edhe në tymit. Edhe nuk kemi dëshirë ja atë shurojmë çika edhe në tymit. Shihen e saj aragostës. Vaj me hudrës. Vaj me hudrës. Sa më pak të gatuhet hudra Alketa, aq më shumë e ruan shihen, ë? Që do ham tani që do ham. Ja dhe bërziloku freskët, keni në një kështu bachet vogël erëzash këtu që ti marrë? Po. Keni freskët, a? Rozmarinën, bërzilokun, gjitha mëndërzën, timon, sherebelin, i kemi të gjitha. Këtu. Ua, se kësha pak këtë version se kësha parë asnjëherë, sa bukur e bëke, zjen makaronin në lëngë aty brenda në sosën se unë e zip në ujë njërë, pastaj 3 minutat e fundit e hedh në sos. Dhe tradicionalisht ashtu kemi mësuar dhe në zjerën e makaronave, po unë këtu kam parë teknika të ndryshme. Fillimisht më kam bërë përshtypje, por tani jam bërë pjesë. Kjo është vjole detit tonë, është vjole dytë edhe skampi i parë.
Tu kemi osteket, do bëndëm një petë kërdo. Zot qa gjeta këtu unë, o zot vezi i riqje. Alketa, se harova të thosha shpar. Më pyete cila është peta jote preferuar? Yes. Tani u kujtova, në 10 lloje pasta që kam provuar, ajo që më pëlqen më shumë është pastat me vezë peshku dhe pastat me vezë riqi. Janë bëni të dyja këtu? fantastike. Po, Patjetër. E kemi botargos ata Po, po e kemi kemi. riqen? E kemi edhe riqin edhe botargën. I dua të dyja. Po, patjetër. Bela e shumë e bukur, Bela. Faleminderit. Sa mirë që takova një sipërmarrëse tjetër vajzë që drejton një strukturë të suksesshme. Bravo. Faleminderit. Jam shumë krenare për vajzat e suksesshme unë. Dhe Edhe nuk them gratë suksesshme, them vajzat suksesshme, vajzë për gjithmonë. vështofshin. Po këta ullimt? Ullimt e Ullintë zonës? kemi, po, i kemi fan të ullintë. Blerina Dervisha është në zvënd dekane e Fakultetit Ekonomisë në Vlorë. Po, Dy botë Alketa. të ngjashme dhe të ndryshme? Alketa janë dy botë të ngjashme, sepse është e njëjta fusha ekonomisë, dhe unë mendoj që atë çka e studiojmë akademikisht dhe teorikisht, unë përpiqem ta praktikoj, ja. Të motivon auditorin të jep dhe mësim apo jo? Po, Alketa unë e konsideroj vetëm e fat në këtë aspekt, sepse janë dy gjëra që mua më pëlqen shumë t'i bëj. Pavarësisht se dallimi qëndron aty jemi në nivel auditori, në nivel akademik, në nivel teorik, po unë përpiqem që studentëve t'u jap shembuj gjithnjë më shumë nga praktika. Dhe pastaj këtu jemi në terren, këtu njihemi realisht me botën e vërtet. Besën e kemi marrë Po, aty? po, kam nga studente, kam asistente, krahun e djathtë. Besën e kemi marrë nga Po. auditorët dhe kemi Po. sjell asistente e kemi ofruar vendin e punës tu. Ka spikatur, kanë qenë studentë mirë? Po, studente shumë e mirë, Besa. Bravo Besa, bravo studenti ekselente që ka fituar dhe vendin e punës tu si krau i djathtë i zyshës. Po, Besën e kam shumë useful, shumë të dobishme. E kam krahun tim të djathtë, kam besim të verbër. Ajo më kupton me një shikim se çfarë duhet bërë. Do bëhet i menaxher shumë e zonja. To skampit ishin të mrekullueshëm. Kur vjen era det, peshku është i freskët. Po. Kur s'ka arom fare, domethënë, arom deti. Shumë mirë. Skampit ishin të shkeshin gojë. Tani do provojmë violat. Ja ka bërë atë salcën me limon fantastike shefi, më pëlqeu shumë. Ka vënë Po, avjarin e bën kuq. kremoze. Ka vënë avjarin e kuq, mjeshtre. Fëmijët i kemi integruar pak në biznes, Po, ndihmojnë? patjetër. Cilën pjesë mbulojnë ata, cilin funksion? Realisht, neve duke parë kërkesën e lartë të klientëve për sa i përket transfertave aeroportuale, hapëm edhe një biznes për sa i përket një kompani taksish. Kështu që vajza është marrë me menaxhimin e taksive. Sa bukur? Duke parë kërkesën e lartë dhe unë tërkohën isha duke ndërmjetësuar me kompanitë e tjera taksive për të realizuar transfertat tona, kuptova që ne na nevojitej kjo gjë si shërbim dhe Bizneset që lindin nga nevoja janë gjithmonë Po, bizneset po, e dura, po. se ato mbulojnë një nevojë të tregut që është e pambuluar. Kështu që vajza studioi më thënë vajza ka Salzburg? studiuar në Austri, në Salzburg. Dhe pastaj në Holland dhe në fund zgjodhi Shqipëri, nuk punoi atje. Tha Po. do kthehem në vendin tim. Po, e vërtet. Është shumë të nduese Shqipëria, Alketa. Ky diell, kjo natyrë, ka tjetër sens. Pastaj unë them kush mësohet me detin, rritet, jeton me detin, nuk mund të mësohet jetoj pa të dot. Është e Po, është e pamundur. vërtet, është e vërtet. Kështu që sado që Austria i ka marrë shumë të bukura dhe ka civilizimin në nivele shumë të larta, rënjet këtu Gjithsesi, të rreqin. shërbeu si një eksperiencë për jetën dhe ishte shumë e vlefshme. Sa e bukur kjo pasta, o zot sa e bukur Vela. Aragosta. E ka qara, e ka bërë shumë bukur. Do ma afrosh që pjatën që ta shërbej unë, të kem kënaqësi ta shërbej unë në shtëpinë tënde ndonjëherë. Shumë faleminderit nder Alketa për neve. Janë bashkuar dy shtëpi, shtëpia e Mit dhe Founder dhe shtëpia e Mazarinit bashk. Themi ne shqiptarët që ne jemi mikpritës, po a mjafton mikpritja në fakt se ti pari shqiptarëve për ta kthyer në industri Alketa, hotelerin? Çfarë nga- duhet tjetër? Çfarë mungon këtu në vendin tonë? unë nga përvoja që kam pasur në komunikimin direkt me turistët e huaj, më ka bërë përshtypje që ata janë shumë të kënaqur dhe të surprizuar nga fakti që ne jemi kaq shumë mikpritës.
çdo kush prej nesh do donte të gjente mikpritje në një vend të huaj ku shkon. Kështu unë mendoj që kjo është një vlerë bazë e jona, e cila na vjen shumë natyrshëm, sepse kemi pjesë të traditës tonë. Ne e bëjmë më së miri këtë. Mendoj që nëse e kombinojmë me nivelin e të duhur të profesionalizmit dhe standardit, është një bazë e mirë për të zhvilluar një turizëm të qëndrueshëm. Kur fillon tamam sezoni këtu? Këtë vit... Që në maj, Po. Unë them që këtë vit i ka dhënë shenjat që në prill. Është më shpejt, më herët këtë vit se sa vitet e tjera. Nuk e di nëse ka ndikuar kjo situata e luftës. Dhe kemi shumë herë më shumë rezervime për sezonin. Hotel më shumë për çifte apo dhe për familjar? Targeti kryesor janë çiftet. E tillë është tipologjia e dhomave dhe natyra e hotelit. Nuk është një hotel që karakterizohet nga zhurma, shumë i qetë. Po i ke qetë kush edhe për fëmijët tyre e pash? Po, patjetër. I kemi dhe ato opsione, por jo në masivitet. Çfarë Do të ishim lëndë tashmë në universitet? Financë, kontabilitet. Financë, kontabilitet, si babai. Po. Babi më the ka qenë një nga kontabilistët më të mirë, por sidomos për sektorin e ndërtimit ka shërbyer me shumë devocion deri në vitet e fundit të jetës. Po. Deri në momentin e fundit. Çfarë të ka lënë babi trashëgimi? Si mendon? Cilat janë vlerat? Shumë vlera. Drejtësinë, po themi, ndershmërinë, të fokusuarit e vetja, të mos dashurit të bërë kujt keq. Puna e ndershme. Kjo është. Mungon shumë në jetën tënde tani. Po. Ja mori kështu si pabesisht Covidi. Po. Ke qenë e lidhur me babin shumë? Ke qenë goca babit apo goca mamit? Babit. Goca babit. Po, 100% e babit. La la la. Amore mio, you light my way. Caught it in night and day. E kishim merak të madh që ta kapnim këtë pamjen e mrekullueshme të parajsës në perëndimin e diellit në Vlorë, që është një nga perëndimet më spektakolar në të gjithë Shqipërinë. Në hartën e perëndimeve të të gjitha qyteteve bregdetare në Shqipëri, Vlora Ban kampion. Njerëzit kanë tendencën që të bëjnë foto, të duken bukur, të tregojnë që po bëjnë pushimet më të bukura, por unë e di që ti nuk je aq si përfaqësore. Dhe do që njerëzit marrin dhe emocionin me vete. Kur bëhet fjalë për emocionin, çfarë do doje ti si ndjesi të merren ata nga qëndrimi tyre në Mazarin këtu në Vlorë? Ne, Alketa, sot jetojmë në epokën e rrjeteve sociale, çdo moment fiksohet në foto, në video, qarkullon në kohë reale në gjitha vendet e botës, në qindra mijëra, miliona njerëz, dhe kjo është një avantazh shumë i madh për vendet të cilat ofrojnë këtë shërbim që njerëzit po marrin një eksperiencë pozitive. Por unë do të doja që sa herë atyre tu rishfaqen këto foto, tu ringjallet, po themi, dëshira që të rikthehen sërish në Mazarin edhe ta ripërjetojnë atë ndjesi që kanë qenë këtu. Si mendon, çfarë gjejnë këta turistë në Shqipëri që nuk e gjejnë në asnjë vend tjetër? Është një kombinim, mund të themi, edhe i një shërbimit të kompletuar që ata marrin në Hotel Mazarin, po dhe mendoj një eksperiencë personale, njerëzore, në nivel njerëzor. Ata realisht tu i kanë të gjitha facilitetet, që nga akomodimi në dhoma shumë komode, nga bari, restoranti, beach bari, plazhi privat, pishina, sala konferencave, spaja, pra nuk mungon asgjë. Shërbimi i plot merret. Por shërbimi të plot mund të merren edhe në vende të tjera. Ajo që e bën edhe më të fortë këtë përvojë është lidhja që krijohet. Ata nuk kthehen vetëm për vendin, kthehen edhe për lidhjen. Këtë e them me bindje sepse nga përvoja ime kam shumë raste kur klientë tanët që për një arsye të caktuar, po themi në një sezon të caktuar, ndoshta nuk janë duke u akomoduar te ne, po diku tjetër në zonë, ata vinë posaçërisht që të na takojnë. Që të na takojnë ose të kalojnë disa orë këtu pranë nesh, shpesh vinë me suvenire, me dhurata. Dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Unë mund të them që fundi sezonit mua më gjen me një numër shumë të madh ftestash të përzemërta për t'i takuar mbrapsht këta njerëz në vendet e tyre. Dhe ky është një feedback shumë pozitiv dhe është një motiv shumë i madh për ta bërë këtë punë edhe më me përkushtim, edhe me më shumë dashuri se sa ç'po e bëjmë. Ka njerëz të cilët preferojnë që pushimet e tyre t'i kalojnë në një resort masiv, të madh, ku çdo shërbim është aty brenda. Dhe ka njerëz të cilëve ju pëlqen një butik hotel si Mazarin, të cilët kanë një shërbim të dedikuar personal, gati shërbim individual, sepse kur ka më pak dhoma edhe shërbimi është më ekselent,
por kanë dhe qytetin dhe Vlorën dhe një pjesë të shërbimeve i marrin dhe jashtë rezortit dhe detyrohen në një kuptim që t'jetojnë dhe qytetin. Dua të pyes Belen nga këndvështrimi i saj. Është një formulë suksesi një butik hotel apo është një sfidë e madhe financiare në fund? Mendoj që butik hotel është një tipologji hoteli e cila është gjithnjë më tepër në preferencat e njerëzve sot. Një klient i tillë që zgjedh një butik hotel arrin të provoj privatësinë, qetësinë, nuk pret, nuk nxiton, nuk është i rrethuar me zhurma përreth, ka privatësinë e vet dhe në të njëjtën kohë, siç thash, ka vëmendjen dhe përkujdesjen e duhur. Pra nuk është thjesht një numër më shumë. Është një individ i veçantë i trajtuar në mënyrë të personalizuar. Po kur flasim për luksin, çfarë është luksi vërtet për ty si drejtuese përgjithshme e kësaj strukture? Sot është shumë e lehtë që luksi të jetë reduktuar thjesht në dimensionin e madhësisë dhe formës. Sepse sot, fatkeqësisht, forma në shumicën e rasteve dominon përkundrejt përmbajtjes ose thelbit. Pikërisht, kjo është ajo që ne duam bëjmë diferencën. Ne mendojmë që thjeshtësia është luksi më i vështirë për t'u arritur. Qetësia është luks në konceptin tonë, përkujdesja është luks, privatësia është luks. Kombësi të ndryshme, klientë të cilët vinë nga kontinente të ndryshme, më thuaj disa stereotipe klientësh, çfarë të ka bërë përshtypje në gjithë vite përvoj këtu? Është shumë interesante kjo përzierja e kulturave alketa. Gjithashtu, mendoj që klientët që vinë nga vende nordike ose nga vende të ftohta, fakti që ata nuk e kanë diellin aty, dhe ata nuk e marrin për të mirëqenë diellin tu siç e kemi ne, dhe ata e konsiderojnë një vlerë të shtuar në eksperiencën e tyre pozitive. Dua të përmend në mënyrë të veçantë klientë tanë më besnik, të cilët janë shqiptarët e Kosovës që jetojnë në diasporë. Mendoj që ata janë shembulli më i mirë i kulturës shqiptare. Janë një kombinim i përkryer i qytetarisë, patriotizmit, humanizmit, janë të veçantë, modestisë. Ke menduar ndonjëherë sikur ta kisha këtë hotelin për shembull në Mykonos, në Ibiza, në Sardenja, diku tjetër, jo në Shqipëri? Apo je lumtur që e ke këtu në vendin tënd? Jo, jam shumë e lumtur që e kam këtu dhe nuk do të doja në asnjë vend tjetër. Alketa ne i përkasim të vendit dhe përveç faktit që këtij vendi nuk mungon asgjë nga vendet ku ti sapo përmende, këtu ne i përkasim dhe kjo është ndjenja jone e përkatësisë. Shiko, fakti që Shqipëria po promovohet shumë shpejt si destinacion, është presion mbi ju që menaxhoni sektorin e hotelerisë dhe gastronomisë në Shqipëri? Po, sjell një presion në rritje, mund të themi, por që është një presion pozitiv. Klientët kur vinë këtu vinë të informuar, ata tashmë kanë dëgjuar për Shqipërinë, Shqipëria është promovuar në vendet e tyre, ata kanë parë foto, kanë parë video, pra vinë të përgatitur. Kështu që ne duhet t'i përshtatemi, po themi, t'i plotësojmë pritshmëritë e tyre, sepse nuk ka shumë vend për të devijuar nga pritshmëritë në një informim të tillë. Shiko, në lidhje me infrastrukturën, pra element të cilët nuk lidhen me atë që ju menaxhoni brenda strukturës suaj. Ke vërejtje, je kënaqur, në çfarë momenti është Vlora dhe Radhima tani për hotelerin dhe restorantet? Alketa, ne jemi shumë optimist edhe jemi shumë të kënaqur që infrastruktura ka pasur një përmirësim shumë të ndjeshëm vitet e fundit si pasojë e investimeve publike të bëra. Mjafton përmendim që këtu në zonën tonë aeroporti është në prag të hapjes, lungomarrja ka arritur që nga qyteti Vlorës deri në Orikum, ndërtimi i portit të jahteve është në nivele dhe standarde mjaft moderne dhe gjitha këto rrugë dytësore të ndërtuara të cilat synojnë lehtësimin e trafikut. Të gjitha këto janë në funksion të zhvillimit të turizmit. Mos të përmendim faktin që shumë investime private janë duke u bërë, shumë hotele të reja moderne, të cilat i bëjnë shumë mirë zhvillimit të zonës dhe jemi shumë të kënaqur që ato po hapen. Kështu që mendoj që së bashku me ndërgjegjësimin që vetë sipërmarrësit kanë për të realizuar një shërbim sa më cilësor dhe eficient, e gjitha kjo është në funksion të një zhvillimi të turizmit të qëndrueshëm për vitet që pasojnë. Si mendon që ka ndryshuar Shqipëria në sytë e botës, perceptimi i të huajve për Shqipërinë? Nga një vend fare i panjohur në botë, ose ndryshe mund të themi edhe për aq sa ka qenë i njohur për një imazh jo të mirë, është ndryshuar totalisht perceptimi për Shqipërinë. Ajo sot është një destinacion shumë i kërkuar, i lakmuar, i bukur dhe shumë i aksesueshëm me një pozitë e cila vjen në rritje gjithnjë më tepër në hartën e turizmit global. Si mendon që ruhet balanca midis autenticitetit dhe zhvillimit? Është e rëndësishme që ta ruajmë identitetin tonë apo jo? Po, çdo gjë në zhvillim e ka riskun e humbjes së origjinalitetit. E rëndësishme është që ne të ruajmë me fanatizëm dhe të promovojmë ato gjërat që janë elementet tonë, tipik, unik, që na japin identitet. Dhe nëse do flasim për Vlorën, Vlora nuk ka vetëm detin dhe natyrën e bukur dhe malin. Vlora ka shumë elemente të tjerë, të cilët duhen ruajtur, siç janë tradita, siç janë historia.
muzika polifonike, veshje tradicionale, këto janë elementë të cilat mund të përdoren dhe të shfrytëzohen sipas politikave të duhura për të zhvilluar një turizëm gjithvjetor edhe jo vetëm një turizëm sezonal të bazuar tek deti. Keni ju shërbimin e konsiersh këtu për t'i dhënë turizme maksimumin e eksperiencës kulturore, historike, argëtimin gjithashtu? Po. Ne i asistojmë klientët Alketa për t'u udhëzuar ata, për të bërë zgjedhjet më të mira të mundura, të mundshme, lidhur me aktivitetet që ata mund të zhvillojnë apo të eksplorojnë në qytet. Për këtë arsye ne bashkëpunojmë me operatorë turistik në qytet, me më profesionistët, sepse me të vërtetë ky është një aktivitet i cili do të ndodhi jashtë territorit të hotelit, por ne dëshirojmë që kjo të jetë një eksperiencë pozitive për klientin dhe ai kur kthehet në hotel të thotë që po u kënaqa dhe ishte një aktivitet i sigurt, sepse siguria është primare. Kam takuar sot, siç e shikoni, Belën ose Blerinën, profesore, mama e 2 fëmijëve, gruaja që drejton në familjen e saj biznesin e Mazarin këtu në Radhin, një hotel elegant, shumë i bukur, Buzdetit. Ky është plazhi i cili do të popullohet shumë shpejt nga turistë të huaj dhe lokal. Unë jam shumë e gëzuar që drejtojnë gratë, sepse gratë drejtojnë më mirë se burrat, ë? Burrat janë vizionar të mëdhenj ndonjëherë, po kur gratë marrin pushtetin dhe timonin e gjërave në përgjithësi, bëjnë menaxhim shumë të mirë dhe sillin progres. Jam e kënaqur që ti soll energjinë tënde të bukur, vizionin tënd të dashurisë për këtë vend. Ishte një nder t'ju kishim dhe gjithashtu kënaqësi e veçantë. Një klient më shumë, një admiruese më shumë dhe një zë i mirë më shumë për Mazarin në Radhim. Faleminderit. Paçi një sezon fantastik, edhe jam shumë e lumtur që përjetuam perëndimin e parë përpara vere së bashku. Kjo është një tokë të cilës unë i përkas. Dhe ky është një det që për mua është deti më i bukur në botë. Deti jon është deti absolutisht më i bukur në botë. Nuk ka asnjë oqean dhe asnjë det tjetër që e konkuron. Lumti që jeton dhe punon për këtë tokë dhe për këtë det. Alketa, jam plotësisht dakord me këtë që ti the. Vlora është qyteti që bashkon gjitha qytetet e Shqipërisë dhe shembulli i mirë jemi ne të dyja, një nga Tepëlena dhe një nga Tirana. Vlora të duam. We love Vlora. Nuk mundet mos t'i lagun pa këmbët këtu, është Po normal. përshëndetja ime parë me detin jon për këtë sezon, o sa qef. Po unë i kam futur shpeshherë këmbët tu Alketa. Po ti ke privilegje gjithë vitin? Alketa, ky është vendi im i preferuar. Këtu shëtis pothuajse çdo ditë të vitit. Këtu meditoj, këtu mendohem për biznesin, këtu marr vendime, Tu ndëron? këtu qetësohem, Qarm ndonjëherë? këtu mendoj thellë dhe patjetër që heq stresin. Edhe qaj, normalisht. E di atë shprehjen e Jim Morrison që thotë më pëlqen shumë që të qaj pa lot, me kokën e zhytur në det, sepse deti nuk më lë që lotët të më dalin. Jo, nuk e di, apo që është shumë e bukur. Shumë e bukur. Po. Edhe që loti është i kripur si deti, Wow. ka një lidhje. Po, po, Ti shumë e fut bukur. kokën dhe Shumë e lotët bukur pushojnë. kjo. Po. Deti ti shplan lotët, nuk ti lë, që të bëjnë dhimbje dhe ti shëron, ti përthan. E vërtetë, Është- Alketa. është Deti vërtet është një një fuqi magji shëruese, shumë, po. magji. Është magjishëm. Magji dhe shërim. Cila është ëndra më e madhe që ke, Bela? Ëndra më e madhe Alketa është që fëmijët tanë me vlera të cilat ne u kemi përçuar, ta zhvillojnë këtë biznes dhe ta lënë trashëgimit e brezat e tjerë. Le të jetoj tradita edhe le të bëhet një sukses edhe më i madh Mazarin përmes brezave që do të vinë. Bela je vërtet një vajzë e bukur dhe një mendje e bukur. Shumë faleminderit për këtë ditë të mrekullueshme që kaluam bashkë. Do pim kafen e mëngjesit nesër. Po, Tani do faleminderit, shohim Alketa. daljen e hënës. Wow. Se diellin e pam se si Po. u qetësua dhe se si ra në det. Pafshim të takohemi në episodin tjetër dhe kalofshi një sezon fantastik veror.